Territori shqiptar për datën 14 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve gjatë paradites dhe vranësira kalimtare në pasdite, në zonat malore lindore, ku nuk përjashtohet ndonjë rreshje e izoluar lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të ngjitet deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta dhe bregdetare. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 6 deri në 11 metër për sekond, ndërsa në bregdet pritet të arrijë deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar nga 2 deri në 4 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 25 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 23 gradë. Peshkopi, 9 deri në 22 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 26 gradë. Durrës, 14 deri në 25 gradë. Kavaj, 13 deri në 25 gradë. Elbasan, 12 deri në 25 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 26 gradë. Korçë, 9 deri në 21 gradë. Vlorë, 15 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 26 gradë. Sarand, 15 deri në 25 gradë Celsius.